Artikullin në fjalë, i cili është botuar në fazë, nuk ka elemente të shpifjes, por ka elemente të cilat kanë ardhur, janë futur në atë shkrim nga burimet e mirëfillta të cilët i ka përdorur gazetari në fjalë, e publikimit në gazetën gjermane Faz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku flitet pra për presidenten, ku flitet për fushatën e saj, për pjesëmarrjen në bordin e paqes pa koordinim me kryeministrin. Kjo është bartje e një betejë të brendshme në një arenë tjetër, pra në arenë jashtë Kosovës, që është arena mediale e gjermane në këtë rast. Dhe gazetarët zakonisht, ju e dini sigurisht më mirë se unë, përcjellin informacione të cilat nuk i përcjellin për shembull raportimet e diplomatëve apo të ambasadorëve të cilët gjenden këtë rast në Kosovë. Gazetarët hynë dhe nxjerrin informacione nga shoqëria civile, nga individ të ndryshëm, pastaj nga burime nga më të ndryshme dhe i botojnë në mediat ku edhe publikojnë shkrimet e tyre. Kjo është një formë tjetër pra e raportimit, është ta quajmë raportim publik për ngjarjet në një shtet, në një vend apo në një institucion. Pastaj reagimet tona të presidencës kashi kësaj mënyre të raportimit, kësaj mënyre të gazetarisë është punë e kohët, pra është betejë e Sizifit apo është mbledhje e puplave në erë. Pra mendoj që është një betejë e humbur, por që edhe qasje e gabuar, sepse nuk mund të hysh në betejë me gazetar në lidhje me raportimet të cilët i sjellin apo analizat të cilët i bëjnë ata, sepse është liria të shprehurit, liria e shkrimit, liria të menduarit. Po kur i thua një gazetë në Bashkimin Evropian, do t'ju padis. Çka sheh qytetari evropian, gazetari evropian, diplomati evropian, çka sheh? Një shtet që, si thuash, mbrohet në mënyrë legjitime, apo një shtet që i bën presion lirisë së shprehjes, kaq të dashur dhe të promovuar në botën perëndimore? Po në raportet vjetore që shihen për lirinë e shprehjes, lirinë e mediave, shtetet si Kosova dhe vendet e rajonit nuk kotohen në nivel shumë të lartë dhe kemi parë në këtë periudhë një tendencë që të luftohet fjala e lirë, të luftohet gazetari dhe gazetaria, dhe kjo nuk i bën mirë as pak Kosovës, posaçërisht në sytë e vendeve demokratike tek të cilat pra liria e shprehjes e mendimeve nga më të ndryshmet është e lejuar deri në momentin kur aty nuk bëhet fjalë për shpifje. Në këtë kontekst, unë mendoj se artikulli në fjalë, i cili është botuar në fazë, nuk ka elemente të shpifjes, por ka elemente të cilat kanë ardhur, janë futur në atë shkrim nga burimet e mirëfillta të cilët i ka përdorur gazetari në fjalë dhe të cilat është vështirë që të konsiderohen si shpifje. Pra mendoj se presidenca në këtë moment, me këtë rast, vetëm i bën shërbim të keq Kosovës, sepse krijon një imazh jo të mirë për Kosovën në një opinion publik prej 82-3 milion banorëve dhe prapë po them se nuk i shërben imazhit pozitiv të Republikës së Kosovës.